Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në leximin e librit që e ka shkruar prisi besimtarëve në hadith, Muhammed ibn Ismail el-Bukhari, Allahu e mëshiroft dhe na bashkoft neve dhe dietarëve tanë në xhenet. Jemi në temën 117 të librit, ku autori, Allahu mëshiroft, thot babu qaulul ma'ruf, tema fjala e mirë. Fjala e mirë është një nga veprat për të cilën njeriu merr shpërblim. Dhe autori, Allahu mëshiroft, ka sjell këtu hadithin e Abdullah ibn Yazid el-Khatmi, Allahu qoftë i kënaqur për këtij, i cili thot, ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin sadaqa. Çdo e mirë është sadaka. Ky hadith është kaluar në mësimin para këtij nga hadithi i Xhabir ibn Abdullah, i cili thot kullu ma'rufin sadaqa. Tani vjen hadithi Abdullah ibn Yazid el-Khatmi, që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kullu ma'rufin sadaqa. Pra e transmetojnë dy sahabë. Dhe do vi më mbrapa hadithi Udhefes radiallahu anhu, i cili transmeton të njëjtin hadith. Pra, një hadith transmetohet në një ose më shumë rrugë. Dhe Imam Buhariu e ka sjell 3 herë këtë hadith për të treguar që kjo fjalë është rregull i përgjithshëm. Pra është rregull i përgjithshëm për të gjitha punët e mira. Pra qofshin vepër e zemrës, apo qoftë fjalë e gojës, apo qoftë vepër e gjymtyrëve. Nëse ti bën një vepër të mirë që të afron ka Allahu Azza wa Jall, në këtë rast fjalë, pra kjo vepër në këtë rast tema jonë është tek fjala. Atëherë kjo është sadaka dhe është vepër e mirë. Prandaj njeriu nuk duhet të neglizhojë asnjë fjalë që ai e din që është e mirë, le ta thotë. Ose një vepër që ka mundësi ta bëj, le ta bëj, sepse për të gjitha këto ka shpërblim dhe është sadaka. Pra nuk është sadakaja e kufizuar vetëm se tek dhënia e pasurisë, po sadakaja është e përgjithshme tek të gjitha veprat e mira. Dhe nuk ankohet një njeri të thotë, unë nuk jam i pasur që të bëj sadaka, nëse ai ka mundësi të bëj një fjalë të mirë, një vepër të mirë, të ndihmoj veten apo të tjerët, atëherë me lejen e Allahut ai e ka atë sadaka në ditën e gjykimit. Pastaj vjen hadithi i Enesit radiallahu anhu, i cili thot, ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha utiya bi shay'in yaqul, kur i silli atij diçka, thoshte, idhhabu bihi ila fulana fa innaha kanat sadiqata Khatija. Idhhabu bihi ila bayti fulana fa innaha kanat tuhibbu Khatija. Kur i vinte diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thoshte, shkoni dhe çojani këtë filanës, sepse ajo ishte shoqja e Khatixhes.
dhe shkoni dhe çojeni këtë te shtëpia filanes, sepse ajo e donte Hatixhen. Pra në këtë rast, Imam Buhariu tregon që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me anë të folurit, me anë të fjalës së mirë, urdhëronte që një veprim të bëhej dhe kjo fjalë e mirë që thoshte ai është sadaka. Dhe ne nëse themi një fjalë të mirë që është në të mirën tonë ose në të mirën e vëllezërve dhe shoqërisë, atëherë kemi që Allahu shpërblim dhe sadaka. Dhe këtu tregon për dashurinë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte për gruan e tij Hatixhe dhe e plotsoi detyrën e tij ndaj saj sikur ishte ajo gjallë dhe ashtu mas vdekjes së saj. Allahu qoftë i kënaqur me të. Dhe nga ato veprime që tregojnë për dashurinë e tij të madhe për të, ishte që ai mbante lidhje me shoqërinë e gruas tij, pra në këtë rast i çonte atyre të mira materiale, i çonte atyre dhurata ose gjëra të mira dhe të pëlqyeshme, ja çonte shoqeve të gruas së tij. Dhe këto veprime tregojnë për moralin e lartë dhe sjelljen e bukur që kishte i dërguari jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe tani mas këtij hadithi vjen hadithi i cili transmetohet nga Hudhaifa radiallahu anhu, i cili ka thënë: Qala nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqa. Thot pejgamberi juaj, çdo e mirë është sadaka. Çdo vepër e mirë është sadaka. Pra është përsëritje i haditheve që përmendëm, ky është hadithi i tretë, dhe dobia që e ka përsëritur dhe Allahu e di më së miri, është fjala që thot Hudhaifa përpara fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qala nabiyukum. Ka thënë pejgamberi juaj. Dhe kjo fjalë është fjalë që të tërheq vëmendjen dhe i jep rëndësi fjalës që po thot. Pra, o ju njerëz, dëgjoni me vëmendje, sepse kjo fjalë e cila un po përcjell dhe po them, nuk është fjalë e njeriu do si do, por është fjala e të dërguarit tuaj. Prandaj dëgjojeni me kujdes dhe zbatoni fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai nuk flet nga mendja e tij, por është shpallje që i shpallet, dhe merreni atë, zbatojeni dhe mos polemizoni, por të jeni gjithmonë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, duke bërë vepra të mira, qoftë me fjalë apo me vepra, në mënyrë që në ditën e gjykimit sadakat e juaja të jenë të shumta dhe shpërblimi juaj të jetë i madh. Tema e dytë e këtij mësimi dhe e fundit është tema e 118, ku thot Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, el khuruju ila al maqbala wa hamlu shay ala atiqihi ila ahlihi bizabil. Dalja në ar dhe mbajtja e diçkaje në sup për t'ia çuar familjarëve, pra mbajtja e diçkaje në sup me anë të koshit për t'ia çuar familjarëve. Kjo temë, të cilën e thot e ka sjell Imam Buhariu, Allahu mëshiroft, tregon për thjeshtësinë që duhet të ketë njeriu, i cili nuk duhet i vit turp nga puna,
por për të ushqyer veten dhe familjarët e tij, duhet që riskun e tij të përpiqet ta nxjerrë me duart e tij dhe të përpiqet për familjen e tij, dhe nëse kjo shoqërohet me qëllimin dhe me niyetin për hir të Allahut madhëruar, kjo është sadaka dhe është vepër e mirë që të afron ke Zoti i madhëruar. Dhe në këtë rast ka përmendur një veprim të cilin e gjejmë ke shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka sjell një hadith shumë të rëndësishëm, një hadith që brenda tij ka shumë dobi të mëdha nga më të ndryshmet. E lutim Allahun e madhëruar që të na japi sukses që ta përcjellim diturinë që ka ky hadith dhe hadithet tjera, dhe çdo gjë që është e saktë dhe e mirë, ajo është sukses nga Allahu i madhëruar, dhe çdo gabim ajo është nga ne dhe nga shejtani. Prandaj e lutim Zotin dhe unë kërkoj që të më ndihmoni, t'i lutemi Allahut të gjithë që të jetë vepra jonë dhe përcjellja e fesë Allahut sa më e drejtë dhe sa më e saktë. T'i lutemi Allahut na japi sukses, t'i përcjellim këto dobi kaq të mëdha që ka feja jonë e bukur, që njerëzit të marrin Islamin e vërtet dhe të mos shikojnë shëmtit që vijnë nga ignorantët dhe nga njerëzit e humbur. Allahu na ruaj. Atëherë kthehemi ke hadithi. Ka sjell Imam Buhariu hadithin i cili transmetohet nga Amr ibn Abi Qurra al-Kindi, ka thënë: Arada abi ala Salman radiallahu anhu u blokua kës. Atëherë se u pati një ndërprerje, Zoti na ruaj nga këto. Thot Amr ibn Abi Qurra al-Kindi thot: Arada abi ala Salman radiallahu anhu ukhtahu fa aba wa tazawwaja maulatan lahu yuqalu laha Buqaira. Ja paraqiti ose ja solli ndërmend babai im, i cili është Abu Qurra al-Kindi, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, sahabi nderuar, Selmanit, motrën e tij. Pra, i propozoi, i tha, i paraqiti që sikur të merrte për grua motrën e tij. Dhe ai e refuzoi. Dhe u martua me një maulat. Maulat, ta shpjegojmë, të tijen që emri i saj ishte Buqaira. Te kjo fjalë thot transmetuesi që ky sahab i nderuar shkon ke vllai i tij dhe dëshiron të bëjë një vepër të mirë. Duke qenë se e shikon me cilësi të mira dhe të larta këtë sahab, i cili është me të vërtetë një nga sahabët më të mirë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Salman el-Farisi, paraqit dhe bën një propozim që ndoshta ai mund të martohej me motrën e tij. Dhe kjo nuk është turp. Kjo është një vepër e mirë që kur ti shikon dy njerëz të mirë, kur shikon që
familjari jot, motra ose vajza apo çdo njeri, mundet që të bësh një lidhje që edhe personi tjetë i zgjedhur, atëherë kjo nuk është turp, madje është vepër e mirë, sepse shumë njerëz këtë e konsiderojnë turp, nuk është turp. Biles kjo është një shërbim i madh që ti i bën familjarëve të tu. Sepse mundet që mosha të kalojë dhe njerëzit mund të harrojnë një grua të mirë që mund të jetë në lagjen tënde apo në vendin tënd, dhe njeri i tillë i bën një nder të madh si asaj gruas, po ashtu edhe burrit i cili ai konsideron njeri të mirë. Selmani e refuzoi. Pra, edhe këtu nuk ka asgjë të keqe në qoftë se dikush nuk e pranon. Nuk duhet t'i ngeli askujt qefi pse refuzon dhe nuk duhet askush të mendoj keq për tjetrin pse e refuzoi. Secili ka arsyet e veta. Dhe kjo ka qenë komplet normale ke shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe u martua me një maulad. Dhe maulad është një emërtim që neve kemi shpjeguar mësimet e kaluara. Një nga ato kuptimet është robina e cila është e liruar, pra është e liruar nga robëria, atëherë martohet me të. Dhe ja thot edhe emrin asaj quheshe Bukaira. Aleikum selam rahmetullah. Për faktin që nuk duhet të mbesi hatri dhe nuk duhet të mbesi asgjë, është një hadith që Umar ibn Khattabi radiallahu anhu i paraqet vajzën e tij Hafsa Ebu Bekrit dhe e refuzon. Dhe shkon edhe propozon Othmanin radiallahu anhu për vajzën e tij. Edhe ai refuzon. Dhe Umeri thot, ndjeva diçka në veten time për këtë refuzim. Pa ata të dy kishin arsye, por nuk e shfaqen, sepse ata kishin dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që e përmendte atë. Dhe më mbrapa, kur i dërguari i Allahut shkon dhe propozon, aleikum selam, Hafsën, atëherë ata ja thon Umerit radiallahu anhu që kjo është arsyeja. Pra kjo na tregon ne që nuk duhet të mërzitemi se tjetri ka arsye, nuk duhet të mërzitemi për refuzimin e tjetrit. Dhe kështu kështu ndodhi dhe kjo histori që ne po tregojmë. A kjo ishte si parantezë. Masi kaloi kjo situatë, thot فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء. Arriti një lajm te ky sahabi nderuar Abu Qurra që mes Hudhejfes, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, dhe Selmanit, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, kishte diçka, një mospajtim. Fa atahu yatlubuhu, erdhi u nis ta kërkonte atë. Pra, këtu tregon që kjo ngjarje që kishte kaluar më parë nuk influencoi ke ky sahabi nderuar për të qenë hatër, pra t'i kesh ngelur hatri apo të mos ta pengoj që të bëj mirë dhe të jetë sa më këshillues ndaj vllajt të tij musliman. Dhe në momentin që dëgjon që mes dy sahabëve të nderuar kishte diçka, një mospajtim, u nis për të rregulluar, u nis për të pajtuar, u nis për të bërë mirë. Dhe kjo është një cilësi e lartë e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa ukhbira annahu fi maqbalatin lahu, pra u lajmërua që ai është në arën e tij. Fatawajjaha ilay, dhe ju drejtua asaj. Nuk e la punën për gjysëm, pra u nis për hir të Allahut të bëj përmirësim. U nis për hir të Allahut që të vërtetoj saktësisht atë që i kishte dëgjuar, jo të eci me thashë theme,
por ta vërtetoj dhe të mundohet të ruaj vllazërinë dhe të ruaj dashurinë që kanë besimtarët me njëri tjetrin. Pra kjo është një vepër jashtëzakonisht e madhe. Sikur të kishte burra të tillë sot, do të ishte një nga mirësitë më të mëdha për botën. Unë pra nuk e la punën se u thanë që është tek Ara. Ara mund të ishte larg, disa kilometra, por nuk e la. Unë nis të shkonte ke Ara. Falaqiyahu ma'ahu zabilun fi baql. Qad adkhala asahu fi urwati az-zabil wa huwa ala atiqihi. E takoi rrugës Selmanin radiallahu anhu dhe ai kishte një shport. Ajo shporta bëhet me fijet e palmës. Kena ashtu kanistrat që janë dhe kanë dy doreza. Tek ato dy dorezat kishe vendosur një shkop dhe atë e kishe vënë mbi sup, siç e bëshin njerëzit më parë, po edhe tani e bëjnë në për fshatra si në qytet, ndoshta i vjen dhe zor të bëjnë këtë. E mbante atë dhe aty kishe futur zazavatet që kishe mbledhur ke toka që ta çonte në shtëpinë e vet. Faqale ya Aba Abdullah, o babai i Abdullahit, pra e thiri me emër respekti që e përdorin arabët, babai i filanit apo nëna filanit, është emër respekti. Ma kana bainaka wa baina Hudhaifa. Çfarë ka ndodhur mes teje dhe mes Hudhaifës? Kjo fjalë që e thot ky burr i nderuar, ky sahabi i nderuar, në qoftë se do të ishte për të kaluar kohën, kjo fjalë do të ishte e nënçmuar që të futet në çështjet e tjerëve. Po nëse është për të përmirësuar dhe për të rregulluar, atëherë është e lavdruar. Pra ky ka qëllim që të përmirësoj, të lavdroj, që të sjellë mirësi ke njerëzit dhe mos i lëj të kenë konflikte dhe të kenë gjëra mes tyre. Qale yaqulu Selman wa kana al-insanu ajula. Thot Selmani, njeriu ishte i nxituar. Ky ajet, i cili është ke surja Isra, tregon pa shumë fjalë që mos u nxito. Nuk shqyrtohet çdo bisedë në rrugë. Kjo bisedë ka nevojë për një ulje më të gjatë. Ka nevojë të shkojmë në një vend më të qetë. Dhe kjo nuk e mërziti sahabin e nderuar Abu Qurra radiallahu anhu, që thoshte unë u lodha erdha deri këtu, mund të thot dikush prej nesh që nuk e ka moralin e lartë të këtyre shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu qoftë i kënaqur me ta, por heshti derisa kjo bisedë kërkon trajtim të gjerë, trajtim me qetësi, atëherë heshti. Fantalaqa, dhe ecën të dy bashk, hatta ataja dara Selman, derisa erdhën ke shtëpia e Selmanit. Fadakhala Selman ad-dar, Selmani hyri në shtëpinë e vet. Pra, kur dy veta shkojnë në shtëpinë e tjetrit, tjetri pret pak, largohet pak nga mesi i derës, anon pak, hyni zoti i shtëpisë, sa të shikoj situatën dhe të bëj gati vendin dhe pastaj i jep leje tjetrit, pra do të hyj me leje. Megjithatë ishin të dy bashk, por kur hyn në shtëpi duhet të marrë leje sepse mundet njerëzit të jenë në pozicion jo të përshtatshëm për të hyrë ai. Fadakhala Selman ad-dar faqala assalamu alaykum. Pra, kjo është edukata e dhënies selam kur hyn në shtëpinë tënde ose në shtëpitë të tjerëve. Thumma adhina li Abi Qurra fadakhal. Pastaj i dha leje Abu Qurras dhe ai hyn në të.
فإذا نمط موضوع على الباب وعند رأسه لبنات. Dhe shikon ky një si tip shtroje ose një si tip diçka të endur, që mund ta qush sot, një si tip tapeti ose kështu i endur, i vendosur ke dera dhe sipër saj disa tulla. Pra kjo ishte dera, domethënë, ishte një derë thjesht që tregon që duhet kemi kujdes kur shkojmë ke tjetri se mundet të shikojmë privatësinë e tjetrit, prandaj duhet të kemi kujdes dhe të ruajmë edukatën islame. Wa idha qurtatun, dhe aty ishte kjo fjala qurtat ka dy kuptime, një si tip samari, për shembull i kafshët që ishte vendosur për të ulur, ose fjala qurtat do thot diçka shumë e thjesht, orendi të thjeshta fare që gati ishin domethënë gjëra elementare. Pra nuk kishte gjëra shumë në shtëpinë e tij, pra jetonte në modeste, pra në mënyrë modeste. Faqala ijlis ala firashi maulatik allati tumahidu li nafsiha. I thot Ebu Kurra, ulu në shtrojen e robreshës tënde, e cila ka përgatitur këtë për veten e saj. Pra i tha një fjalë që të nënkuptoj që të ulu, ose kjo është ajo vepra që bëri kjo robresha në mënyrë që i bëri mirë vetes së vet. Pra ja tha një fjalë që pse nuk me kuptimin që refuzove motrën time. Por Selmani nuk i dha përgjigje për këtë. Është diçka personale, nuk i takon njeriu që të ndërhyjë në këtë. Thumma ansha yuhaddithuhu fayaqul. Faqal. Pastaj filloi bisedën dhe tha: Inna Hudhaifa kana yuhaddithu bi ashya kana yaquluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghadabihi li aqwam. Hudhaifa, thot Selmani, transmetonte disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë ata në momente mërzitje, në momente zemrimi. Dhe këto hadithe Selmani shikonte prej maslahas, prej asaj të mirës madhe që të mos përmenden në mënyrë të thjeshtë kështu, sepse mundet që dikush t'i keq kuptoj dhe të krijojë një mendim të gabuar për njerëzit. Do t'ua shpjegoj këtë gjë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë me kuptimin e hadithit jam bir i Ademit, ashtu siç jeni dhe ju. Zemrohem ashtu siç zemroheni dhe ju. Në qoftë se dikë i kam thënë një fjalë të keqe ose një dua që nuk e meriton, atëherë kam bërë kusht me Allahun që t'ja bëj atij pastrim, zekat, pra që t'ja arrisi të mirat, ta bëj afrim që ai të afrohet me të në ditën e Kiametit. Dhe gjithashtu në një vend tjetër ka ardhur mëshirë. Pra, ndonjëherë dalin për njeriu i cili është i mërzitur apo është i zemëruar, dalin disa fjalë që nuk ka për qëllim që të bëj dua për kundra tij. Siç është natyra njerëzore. Prandaj tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur shumë rrallë disa gjëra të tilla. Dhe Selmani e shikonte që Hudhaifja i transmetonte këto hadithe dhe nuk ishte dakord sepse këto shkaktojnë një dëm tek njerëzit që i dëgjojnë. Prandaj thot këtu, ka qenë pejgamberi që i thoshte ato
në momente kur ishte i zemëruar. Fe us'ala anha. Më vinin njerëzit dhe më pyestin për këto hadithe. Kjo tregon për pozitën e madhe që kishte Selmani radiallahu anhu për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku njerëzit vinin dhe e pyestin për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Më pyestin për këto, pra ju dukesh e çuditshme, sepse ishte me të vërtet diçka e rrallë. Atëherë unë thoja, Hudhaifja është më i ditur për atë që thotë. Pra për të ruajtur pozitën e vllajt vet, për të ruajtur diturinë e madhe që kishte, nuk i përgjigjeshe në mënyrë të papërshtatshme, por se thoshte një fjalë që mbronte edhe atë të tijen, por nuk ishte fjalë e keqe për sahabin e nderuar Hudhaife ibn al-Yaman, dhe thoshte Hudhaifi është më i ditur për atë që thotë. Wa akrahu an takuna daghain baina aqwam, dhe kam urryer, thotë, që të ketë armiqësi mes njerëzve, pra urrente që njerëzit të krijonin armiqësi me njëri tjetrin. Do t'ju them disa nga këto fjalë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë. Një nga ato fjalë është që ka ndodhur me dajën e besimtarëve, kështu quhet, Muawiya ibn Abi Sufjan, është daja i besimtarëve, kunati i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe shkruesi i shpalljes. Ai ishte një nga shkruesit e shpalljes Kuranit. Një ditë e thirri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha, thirrni Muawiyan. Dhe i than, ai po ha ushqim. Pastaj i tha, thirrni Muawiyan. Erdhën prapë, tha, ai po ha ushqim. Tha, thirrni la ashba Allahu batne, mos ja ngopte Allahu barkun. Kjo fjalë që thuhet është si shprehje që u përdor në moment mërzitje, kjo nuk është qëllimi i lutjes edhe mallkimit. Po ashtu, një nga këto fjalë që kanë dalë nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte që e pa një vajzë e cila më përpara kishte parë të vogël, dhe i tha, kur e pa që ishte rritur, tha, kebirti la kabarallahu sinnek. Pra që ke rritur. Po arabisht është një fjalë që neve mase nuk ashtu, është si shprehje që mos u rritsh, me kuptimin që nuk ka për qëllim lutjen dhe mallkim, po është që tregon habi. Edhe në rastin e Muawijes, kjo fjalë tregon habi, sa shumë po ha. Edhe këtu kjo tregon habi, nuk është lutje. Mund t'i gjejmë në gjuhën shqipe, por nga që ne nuk jemi gjuhëtar që t'ja bëjmë me shembull kështu që ta kuptoni. Prandaj erdhi nëna e kësaj gocës, vajzës, dhe thotë dërguar me Allah, ti ke bërë dua për vajzën time? I thotë, a nuk e di ti që unë kam bërë kusht me Allahun, që çdo njërit që i kam bërë një sharje apo i kam bërë një lutje të tillë, t'ja bëj Allahu mëshirë ditën e gjykimit, t'ja bëj Allahu afrim, edhe siç e tham, pra pastrim ditën e gjykimit. Pra këto hadithe, nëse nuk do trajtohen edhe me shpjegimin e duhur, disa njerëz, për mendimin e Selmanit, mundet t'i keq kuptonin këto hadithe dhe të urrenin Muawiyen, siç ndodhi pastaj me grupacionet që erdhën më mbrapa dhe krijuan urrëtie për disa sahabë dhe këto i morën si fakte për ta. Në realitet, kjo nuk është fakt për ta, po kjo është vlerë për këta sahabë. Sepse për këtë shkak, Allahu ja bëri ato falje, gjunash, ja bëri mëshirë, ja bëri afrim, kja i. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, la tasubbu ashabi, mos i shani shokët e mi. Fa walladhi nafsi biyadi, betohem në atë të cilin në dorën e tij është shpirti im. Lau anfaqa ahadukum mithla dhahabin, mithla Uhudin dhahaba, sikur ndonjëri prej jush të shpenzoj dhe t'japi sa mali Uhudit flori, nuk barazohet me atë që jep sahabi
që është 2 plëmba apo 1 plëmb. Këtu nuk e ka përcaktuar. Tek e para është e caktuar flori. Kurse ke dyta nuk është e përcaktuar, mund t'japi grur, mund t'japi hurma, mund t'japi çdo lloj gjëje. Prapse prap. Vepra e pakët e sahabit nuk krahasohet me veprën e shumtë të dikujt tjetër. Prandaj që sahabët kanë një pozitë të lartë në fen tonë. Dhe Selmani e shikonte këtë çështje në këtë këndvështrim. Pra shikonte që të mbyllte rrugët e keq kuptimeve, të mbyllte rrugët e sherrit, shikonte maslahan atë të mirën e kësaj. Me të vërtetë Hudhaifja nuk gënjente. Këto fjalë i ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe janë shumë të rralla. Por në momentin që vinin njerëzit dhe e pyesin Selman, ai ka thënë pejgamberi këtë fjalë, ai thoshte Hudhaifja është më i ditur me atë që thot. Nuk thot Hudhaifja gaboi, për të ruajtur vlerën e Hudhaifes, për të ruajtur pozitën e tij. Atëherë këto njerëz të cilët e morën këtë fjalë nga Selmani, shkuan ke Hudhaifja dhe sikur ta përcjellnin fjalën e Selmanit, siç e tha ai, që Hudhaifja është më i ditur për atë që thot. Po çfarë i than Hudhaifes? Tha inna Selman la yusaddiquka wa la yukadhibuk bima taqul. Selmani nuk ta vërteton fjalën dhe nuk ta përgënjeshtron. Selmani nuk tha kështu. Nuk tha kështu. Tha Hudhaifja është më i ditur për atë që thot. Kurse këta përcjellësit që janë poshtë, që sot në këtë kohën tonë janë shtuar shumë dhe jo vetëm që nuk e përcjellin ashtu si duhet, po shtojnë edhe paksojnë çaj do qefi. Ata erdhën dhe i thanë Hudhaifes këtë fjalë. Atëherë Fejani Hudhaife dhe i erdhi u takua me Hudhaifen dhe i thot: Ja Selman ibn Ummi Selman, o Selman i biri nënës Selmanit. Pra e thot në mënyrë kritikuese. Dhe i thot Selmani radiallahu anhu: O Hudhaife i biri nënës Hudhaifes. Pra ja kthen ashtu si e tha ai. Në transmetimet e tjera, sepse ky është hadith që nuk e ashtu, i thot Hudhaifja: çfarë të pengon ty të vërtetosh atë që unë e kam dëgjuar dhe e përcjell nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam? Atëherë Selmani i thot që thot i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte që zemrohej dhe thoshte në zemrimin e tij për disa njerëz dhe kënaqej dhe thoshte fjalë në këtë gjendje për disa njerëz. Do të ndalosh thot nga këto derisa të mos shkaktosh dashuri të disa burrave për disa burra dhe urrëtie të disa burrave për disa të tjerë, i thot Selmani. Dhe ti e di thot që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që unë jam njeri ashtu siç jeni dhe ju, dhe nëse diku i kam thënë një fjalë që nuk e meriton nga këto, t'ia bëj Allahu pastrim. Dhe thot do të ndalosh nga këto, le të tehjenne au la aktubanna fika ila Umar. Do të ndalosh nga këto apo do të shkruaj për ty ke Umar ibn Khattabi. Pra, nëse nuk do ndalosh, unë do ta çoj çështjen ke Umar ibn Khattabi. Kjo tregon për pozitën që kishte ky sahabi nderuar, Umar ibn Khattabi radiallahu anhu, i cili me vendosmërinë e tij, me dëshirën e tij për të mbyllur çdo konflikt, për të hequr çdo dyshim, për të sheshuar çdo mos pajtim, Umar ibn Khattabi radiallahu me lejen e Allahut e bënte një gjë të tillë. Dhe sa të nevojshëm
e kemi ne në kohën tonë njerëz si Umar ibn Khattabi, që nëse ka diçka, se normalisht njerëzit është natyra njerëzore të kenë edhe mos pajtime në jetën e tyre. Kjo është njerëzore, nuk ka asnjë gjë që nuk është normale këtu. Të gjitha janë normale. Mundesh që dikush të ketë një mendim dhe tjetri ta ketë mendim tjetër, por e rëndësishme është që të zgjidhen në mënyrën më të mirë, t'i lejmë të diturit të flasin dhe jo ignorantët dhe jo të paditurit, sepse një gjest i vogël mund të shkaktojë përçarje dhe mund të shkaktojë trazira, dhe siç të thotë edhe këtu që nuk e lexova, unë thotë, do të ndalosh thotë, sepse mund të shkaktojë kjo disa njerëz të duan disa dhe disa njerëz të urrejnë disa, derisa t'i çojë ky mospajtim në përçarje. Pra mund të jetë diçka e vogël në fillim, por duke mos u trajtuar ashtu si duhet, kjo çon në përçarje. Dhe përçarja është nga veprat më të dashura të shejtanit. Me anë të përçarjes humb fuqia e muslimanëve. Prandaj që duhet kujdes. Sa të nevojshëm e kemi njerëz si Umar ibn Khattabi, radiallahu anhu, dhe sa të nevojshëm e kanë njerëzit e paditur të heshtin. Dhe thot Selmani, radiallahu anhu, falamma khawaftuhu bi Umar tarakani. Kur e friksova me Umerin, më la. Pra u zgjidh situata. U zgjidh, elhamdulillah. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waladi Adam ana. Ka thënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, un jam biri i Ademit. Që është edhe ajeti që thot Allahu, qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Thuaj o Muhammed, un jam njeri sikur jeni dhe ju, që më shpallet. Pra mua, un kam veçori nga ju që kam shpallje, më ka ardhur shpallje. Pa jam njeri si qeni dhe ju. Dhe thot, unë jam biri i Ademit, fe ejnëme abdun min ummeti la'antuhu la'na, au sababtuhu sabbe, fi gajri kunhihi, fe gjallha alehi sala. Unë jam biri i Ademit, si qeni dhe ju. Sa herë që një rob prej umetit tim, i kam bërë një dua kundra, apo një fjalë, një sharje pra që ai nuk e meriton, t'ja bëj atij mëshirë. Pra këto tregojnë që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk është pra ndryshe, është njeri si gjithë njerëzit. Dhe ka edhe këto gjëra që i kanë njerëzit e tjerë. Por duke qenë se është i dërguar mëshirë për botën, është mëshirë për botën, atëherë edhe këto gjëra që ka ndodhur në jetën e tij rrallë, t'ja bëj Allahu pastrim atij personit dhe t'ja bëj mëshirë dhe t'ja bëj falje gjunash në ditën e Kiametit. Për mua ky hadith është shumë i rëndësishëm, shumë i bukur në kohën që ne jetojmë, për të ruajtur parimet e mëdha të Islamit, që është bashkimi, është mos përçarja, është mëshira me njëri tjetrin, është vllazëria që duhet kemi, është mos nxitimi, se nëse arrim ke dëshira e shejtanit mallkuar që është përçarja, atëherë neve do na iki fuqia dhe do bëhemi kokra dhe do jemi në një jetë të vështirë, do kalojmë një jetë të vështirë në këtë botë, ama nëse jemi bashkë dhe mundohemi që të gjitha konfliktet dhe gjitha përplasjet dhe të gjitha mospajtimet t'i zgjidhim në rrugën e duhur dhe ignoranti mos flasi fare nuk duhet të flasi ignoranti. Ai që duhet të flasi është vetëm njeriu i ditur. Atëherë shpresojmë nga Allahu subhanahu wa taala që të na japi sukses në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe këto ishin ato që kisha përgatitur, po ky hadith në realitet ka nevojë për shumë trajtim. Dhe ndoshta një herë tjetër mbase nxjerrim
dobi të tjera nga ky hadith. Allahu na dhon sukses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.